Gjatë tjetër uroj të jeni mirë, dashur miq, që i takohemi në këtë bisedë të radhës, në këtë analizë të radhës, sepse zhvillime të mëdha kanë ndodhur në Maqedoninë e Veriut, atje ku shqiptarët janë hedhur në revolt. Shqiptarët janë ngritur në Shkup dhe kanë mbushur rrugët duke protestuar atje, ngrihen në Shkup, loja me zjarrin që po bën Shkupi dhe loja me zjarrin që mund të ndez Ballkanin. Në fakt, mbrëmë njoftuar miq nga Maqedonia e Veriut dhe unë sot do të ndalem pak te ky zhvillim, i cili nuk është rastësor në këto kohra dhe në këto momente. Mirë se vini në Ballkan, vendi ku koha nuk është linjë e drejtë, por një rreth vicioz ku të merren mend në mënyrë të pandërprerë. Sot në menun ton gjeopolitike, Maqedonia e Veriut, një shtet që ndërron emrin si të ndroj këmishat, por harron të ndërroj edhe zakonet e vjetra. Imagjino të studioni 4 vite, pini 10 kafe ekspres duke mësuar ligjet, kaloni provime në gjuhën tuaj amtare dhe në fund, kur vjen çasti për të hyrë në botën e drejtësisë, shteti të thotë më fal, po këtë vulën e fundit duhet ta marrësh në gjuhën që unë kam vendosur se është e vetmja që ka rëndësi. Provimi i jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut për shqiptarët do të jetë vetëm në maqedonisht. Pse? Sepse kështu thot ligji. Ai ligj që supozohet të mbronte gjuhën shqipe, por që pas ka pasur ca faqe të ngjitura me çamçakëz apo me çimçakëz nacionalist. Dhe këtu fillon magjia. 385 firma, studentët në rrugë dhe një ministër që numëron ditët. Dhe një pyetje që na djeg të gjithëve. Apo shpërbëhet shteti apo thjesht po na tregojnë sërish se kush është pronari i shtëpisë në Maqedoninë e Veriut? Drejtësia e një anshme dhe ironia historike na shfaqet sot më e qartë se kurrë. Le të jemi të sinqertë, tu kërkosh shqiptarëve në vitin 2026 që të mos e përdorin gjuhën e tyre në një provim shtetëror është si të kërkosh një piloti të fluturojë me udhëzime në hieroglif. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk janë mysafirë, të dashur miq, që erdhën me vonesë në dasmën ballkanike. Janë element shtetformues. Pa ata ky shtet ka po aq kuptim sa një makinë me 2 rrota. Mund të rrijë në këmbë sa për foto, por që përfundon në kanal nëse do të ecë me to. Dhe ku përfundon ky gaz? Politikanët tanë të dashur. Shikoni Shkupin. Ka njëra anë elitat maqedonse bëjnë sikur po mbrojnë unitetin e shtetit, në fakt po mbrojnë thjesht monopolin mbi vulat dhe zyrat. Është ajo frika klasike, nëse këta nisin e japin provime në gjuhën shqipe, nesër do të na kërkojnë të kuptojmë edhe çfarë po thonë në gjykatë. E tmerrshme apo jo? Transparenca është armiku i vjetër i Ballkanit. Por mos u gëzoni shumë, të dashur miq. Për palën tjetër, partitë shqiptare, ata janë mjeshtra të reagimit të ashpër në Facebook sigurisht. Ndërsa pin whisky në përzyrat ku ligjet që duhet i mbronin këta student, po mbledhin pluhur dhe po zën push. Këtu na shfaqet automatikisht Serbia dhe rreziqet. Tani le të hyjmë në territorin e teorive. Apo përgatitet një martesë sekrete mes Shkupit dhe Beogradit në këto kohra? Në teori jo. NATO nuk i pëlqen tradhtitë bashkëshortore. Por në praktik, kur Shkupi godet shqiptarët, Beogradi hap një shishe raki dhe nis festën. Pse? Sepse një Maqedoni e Veriut e dobët, e përçarë dhe me tensione etnike është dhurata më e mirë për Beogradin dhe për Serbinë. Nuk kanë nevojë të na pushtojnë, mjafton ta mbajnë në gjendje kome. Një rajon ku shqiptarët ndihen të huaj në shtëpinë e tyre është një rajon ku projektet e botës serbe marrin frym lirisht, dhe ky është rreziku të cilin duhet ta ndalim të gjithë. Dhe ndërsa bota po riformatohet, ndërsa kufit në Ukrainë po lëvizin dhe lindja e mesme po digjet, ne këtu zihemi për një flet provimi. Apo mos mbase ajo është provimi, apo është thjesht fitili i radhës në një Ballkan që tenton të ndizet sa herë ka turbullira. Heshtja e Tiranës është komedia më tragjike dhe këtu vjen pjesa më e dhimbshme. Ku është Tirana në gjithë këtë tablo? Tirana zyrtare është e zënë, ka samite, ka turizëm, ka estonizim të shërbimeve. Sa herë që shqiptarët e Maqedonisë së Veriut
ulërin për të drejta, Tirana përgjigjet me një paqe dhe stabilitet djema. Mos na prish një punë me ndërkombëtarët sepse i kemi të shenjtë. Është një braktisje pothuajse estetike, një indiferencë që vret më shumë se diskriminimi i Shkupit. Politika e Tiranës ka parë që shqiptarët matan kufirit janë gjithmonë si monedhë këmbimi ose si shqetësim gjeopolitik që u prish imazhin e tyre prej liderësh rajonal, modern, kontemporan. Pse i harrojmë vëllezërit tanë atje apo thjesht na vjen turp nga problemet e tyre që na kujtojnë se sa pak ka ndryshuar realiteti i Ballkanit nga viti 2001 i zi. Le të bëjmë një udhtim të shpejt në kohë. Viti 2001 e mbani mend, Tym Krisma dhe në fund një letër që ishte marrëveshja e Ohrit. Ajo letër nuk ishte një dhuratë, ishte një kontratë paqe për të mos e djegur shtëpinë deri në fund. Sot dikush në Shkup po luan me shkrepse mbi atë kontratë. Dhe nëse shkrepsja digjet, kontrata mund të digjet. Dëgjojeni mirë këtë, shqiptarët nuk janë minoritet, nuk mund t'i trajtoni si një shtojc në fund të tekstit. Nëse i detyroni të zgjedhin mes dinjitetit dhe ligjit tuaj të një anshëm të vështirë, ata do të zgjedhin dinjitetin. Dhe historia na ka mësuar se kur shqiptarët e Maqedonisë humbasin durimin, diplomatët e Brukselit duhet të blejnë bileta avioni urgjente, two-way, ose u gënjeni nga qetësia e brisht e kafeneve të Shkupit. 385 firmat sot, 385.000 nesër në rrugë. Nëse ky shtet nuk e kupton që gjuha shqipe është kolon dhe jo dekor, atëherë mos u habisni kur çatia e Maqedonisë të fillojë të rëndohet mbi kokat e të gjithëve. Ju thonë që po mbrojnë shtetin, në fakt po përgatisin dështimin e tij. Dhe Tirana vazhdon të heshtë, vazhdon të flej. Shpresojmë që kur të zgjohet të mos e gjej balkonin e fqinjit tanë në flak. Por miqtë e mi mos u gënjeni. Ndërsa shohim Shkupin që digjet nga nacionalizmi i vjetër, syt e botës janë në një numërim tjetër mbrapsht, shumë më i tmerrshëm. A ka lidhje Shkupi me Teheranin? Po ka. Sepse sa herë që vatra e Ballkanit nxehet, dikush tjetër diku larg po përgatit goditjen finale. Sot, ndërsa studentët tanë kërkojnë të drejtën e gjuhës, Donald Trump i ka vendosur Iranit thikë në fyt me një ultimatum që skadon pas pak orësh. Ta bëjmë pak lidhjen e rrezikshme. Nga diskriminimi institucional në Maqedoni te provat e forcës në lindjen e mesme. Zbërthejmë bashkarisht tentativën e fundit për një armë pushim 45 ditor, edhe pse kjo paqe e rreme është në fakt përgatitja për një stuhi që do ta ndjejmë të gjithë tek xhepat dhe tek portofolët tanë. Tu kërkosh shqiptarëve në vitin 2026 të japin jurisprudencën vetëm maqedonisht është një marrëzi dhe një çmenduri dhe është një mesazh i rrezikshëm politik, që do të thotë ju nuk jeni zot shtëpie. Pa shqiptarët, Maqedonia e Veriut është një godin pa kolona, miq, dhe kur shteti godet kolonat e veta, ai po fton kaosin dhe po bën autogol. Kush përfiton? Përsëri Beograd. Përsëri ata që duan një Ballkan të dobët, që Amerikat mos ketë kohë të merret me ne, sepse duhet të merret me Iran. Rikthehemi tek ultimatumi i Trumpit sepse 45 ditë nuk janë humor. Dhe këtu kalojmë njëherë tek lojrat e urisë në nivel global. Trump nuk bën diplomaci me kafe dhe buzëqeshje. Bën diplomaci me kronometër. 10 ditë afat, e shtyu edhe me 20 orë, tani ora 8 e mbrëmjes në Washington, është kufiri mes marrëveshjes dhe flakëve. Po kërkohet një armë pushim 45 ditor. Po pse 45 ditë? Sepse aq i duhet tregut të naftës që të marrë frymë. Aq i duhet Amerikës të shohë nëse Irani do të hapë ngushticën e Hormuzit apo nuk do ta bëjë këtë. Imagjinoni 20% e naftës botërore kalon nga ngushtica e Hormuzit. Nëse mbyllet Hormuzi, Shkupi, Tirana dhe Prishtina do të harrojnë çdo debat tjetër kur të shohin çmimin e naftës në tabelat e karburantëve këtu në Ballkanin tonë të brisht të varfër, të vjedhur në fakt. Irani nuk duket se po lëshon pe lehtë,
Por mullahet në Teheran, uraniumi është garancia që nuk do të përfundojë si Saddam Husseini. Ndërkohë, Turqia, Egjipti dhe Pakistani po luajnë rolin e zjarës fikseve. Por a mund të fiket një zjarë kur Trump ka në dorë benzinën e sanksioneve dhe Irani ka në dorë shkrepsen e bllokimit të energjisë globale? Këtu do ta shohim në orët në vijim. Por këtu përballemi me sarkazmën e fortë gjeopolitike. Ku është Tirana jonë? Tirana zyrtare vazhdon të hesht, të flej hesht për studentët në Shkup që dhunohen në të drejtat e tyre dhe hesht për rreziqet globale që po na vinë tek dera. Ata presin udhëzime, ndërsa ne këtu nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Andeu ju tregojmë çdo ditë hartën e vërtetë. Çfarë ndodh nëse afati i zi s'ka don pa marrëveshje? Nëse brenda pak orësh nuk ka tym të bardhë nga negociatat Witkoff-Abbas Arakçi, faza 1 do të jetë sulme shkatërruese amerikane mbi infrastrukturën iraniane. Faza e dytë do të jetë Irani do të godas pika vitale të naftës dhe të ujit në vendet e gjirit bashkë me bazat amerikane dhe faza e tretë është kriza globale e energjisë që do të gjujzojë Europën dhe Ballkanin. Kjo, miqtë e mi, nuk është më një lojë lagje. Ky është riformatimi më i madh i botës dhe shqiptarët nga Shkupi në Tiranë në Prishtinë duhet të jenë të zgjuar. Nuk mund të jemi element shtetformues në letër dhe spektator të humbur në histori. Historia është duke u rishkruar dhe sot ne duhet të marrim vendime të mëdha. Vëllezër dhe motra shqiptar, jemi në orët më kritike. Tensioni në Shkup dhe ultimatumi në Teheran janë dy anët e të njëjtës medalje. Testi i forcës për lirinë dhe për dinjitetin tonë. Unë jam Krishnik Osmani për gjithë ju që më shihni për herë të parë. Ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Andeu dhe do të qëndrojmë këtu pa dorashka dhe pa censur për t'ju treguar ju dhe të gjithë shqiptarëve të vërtetën që të tjerë e fshehin nëpër samite luksoze. Nëse doni që zëri shqiptar të dëgjohet dhe kjo analizë të shkojë tek çdo vëlla e motër shqiptar, bëjni like, share, subscribe. Shtypni butonin join për të mbështetur kanalin dhe kjo platformë të qëndrojë e pavarur. Çojani shqiptarëve në Maqedoninë, Kosovë dhe në të gjithë botën këto fjalë. Sot informacioni është fuqi. Mos lejoni t'ju mbajnë në errësirë. Qofshim gëzuar dhe zgjuar në këto kohëra të turpta, ku askush nuk e merr vesh se si do të shkojnë situatat. Alarmi nga Maqedonia e Veriut është jashtëzakonisht serioz dhe ne duhet ta marrim mesazhin se në Shkup po përgatiten situata të mëdha. Tirana fle sepse i ka syt nga Beogradi dhe i ka syt nga loja e madhe ndërkombëtare ku Rama dhe elitat e vjetra politike të shqiptarisë janë duke kërkuar të blejnë pushtet. Ndërkohë, në Kosovë po përgatitet pazari i radhës për emërimin e presidentit të ri. Ardian Gola, deputet i vetëvendosjes, e ka dhënë sinjalin që kandidati i vetëvendosjes për president do të jetë Klauk Konjufci. Zhvillime të mëdha në Prishtinë, në Maqedoninë e Veriut, ku i ka syt edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë. Maqedonia e Veriut, shqiptarët tanë atje, të cilët më kritikojnë her pas here se Krishnik nuk po i japin vëmendjen e duhur, ju kërkojnë ndjes dhe me fjalë, zemre dhe shpirti ju premtoj se do të qëndrojmë pranë jush në çdo minutë, në çdo sekond, duke i treguar shqiptarëve këtu në trojet shqiptare, por dhe në të gjithë botën, çfarë po luhet atje në Shkup dhe kush janë ata që po luajnë me zjarrin, kush janë ata që po luajnë me lojra dhe me shkrepse mbi dokumentin e Ohrit pas vitit të zi të 2001-shit, atje ku u hodh edhe një herë me dinjitet dhe me vendosmëri, themeli i madh i një Maqedonie ku bashkëjetojnë me dinjitet shqiptarët dhe maqedonët. Dhe kush beson ende tek makina me 2 rrota, sa për të bërë një foto të dukshme të pashme për në Instagram apo në Facebook, duhet ta kuptoj se makina me 2 rrota nuk ecën, makina ka nevojë për 4 rrota, që të mos përfundojë në humner dhe në kanal. Në humner dhe në kanalin
që e përgatit me shumë kujdes Serbia dhe lojtarët që qëndrojnë pas saj dhe që testojnë her pas here stabilitetin e Ballkanit dhe qëndrueshmërinë e tij. Loja do të bëhet çdo ditë e më komplikuar. Vëllezërit tanë në Maqedoni nuk jeni vetëm. Ju kemi në dritë të syve, ju dhe të gjithë shqiptarët kudo ku gjenden. Do t'i analizojmë me kujdes. Qëndroni të fortë, mos hiqni dorë nga dinjiteti juaj, sepse e gjithë shqiptaria është me ju. Lërini politikanët e kafeneve, të cilët bëjnë biznes me çështjet tuaja dhe me emocionet tuaja dhe dallojini barit e mirë nga barit që kanë bërë me ju biznes gjatë gjithë këtyre 25 viteve pas ngjarjeve të zeza të 2001-shit. Kujtoni gjithmonë, shpirti nuk gënjen, zemra nuk gënjen, perceptimi edhe mund të gënjej. Mos e hani sapunin për djath, mos i fryni të njëjtëve personat të cilët ju kanë shqitur gjatë gjithë këtyre viteve të gjata, të cilët sa herë kanë patur një krizë shqiptarët, një hall të madh shqiptarët dhe një problem shqiptarët, kanë shkuar dhe kanë vrapuar të bëjnë biznes me Maqedonët duke rrëmbyer poste ministri e drejtorisë të mëdha dhe duke shtuar bizneset e tyre. Dallojini mirë barit e mirë të shqiptarëve atje kush janë. Besojoni atyre, por askujt sot në këtë botë nuk mundeni dhe nuk e keni mundësinë të besoni me sy mbyllur, sepse ne jetojmë në kohrat ku nuk lejohet të besosh askujt me sy mbyllur, por vetëm sipas formulës beso dhe kontrollo. Miq të dashur, lindja e mesme do të riformatoj botën dhe pjesë e kësaj bote do të jetë edhe Ballkani ynë. Shqiptarët duhet të ruajnë me kujdes qetësinë dhe maturinë që i duhet për t'i treguar elementit Maqedonas se jeni element shtet formues dhe jo dekor historik në librin e shtetit të ri Maqedon, që ashtu siç u thash në fillim të bisedës, i ndrohen emrat ashtu siç ndrohen këmishat nëpër ballot e dasmave të fundjavës. Kujdes. Jemi në momente kritike. Sot më shumë se kur shqiptarët e kanë detyrim madhor kombëtar që të bëhen me njëri tjetrin, të bashkojnë energjitë e tyre kombëtare, të bashkojnë resurset e tyre inteligjente dhe intelektuale dhe të bëhen gati për momentin e ri të jashtëzakonshëm që po kalon rajoni, sepse ajo që po vjen është më e madhe se të gjithë ne. Duhet të jemi gati ta përballojmë me sukses dhe me dinjitet, duke lexuar me imtësi kulisat e lojës gjeopolitike të rrezikshme që po luhen në Ballkan dhe që do ta riformatojnë Ballkanin dhe mund t'i grisin hartat e tij ashtu siç do të grisen shumë prej ekuilibrave gjeopolitik global në pjesën tjetër të botës. Dhe dijeni mirë, mos e harroni kurrë, për shqiptarët dhe për Ballkanin do të vendoset në të njëjtën ditë kur të vendoset për pjesën tjetër të botës. Atëherë kur do të ndahen llokmat e mëdha në tavën e madhe të botës. Dhe deri atëherë do të na duhet me kujdes, me qetësi dhe me vendosmëri të tregojmë se ne jemi këtu, jemi gjallë dhe jemi në këmbë sa herë e kërkon historia, apo sa herë që dikush do të tentojë të shkellet nëpër këmbë interesat kombëtare shqiptare në kohën e rreziqeve të mëdha, në epokën e monstrave, në këtë epokë tranzicioni ndërmjet botës së vjetër, e cila tashmë ka vdekur, dhe botës së re, e cila nuk po lind dot, dhe që mund të lind pas spazmave dhe dhimbjeve të forta të lindjes, atje tek minutat e rrezikshme të Teheranit dhe të lindjes mesme, por edhe tek lufta e rrezikshme e Tajvanit, e cila mund të pasojë luftën e Iranit. Rishihemi në mbrëmje si gjithmonë live për të tjera mesazhe dhe zhvillime të jashtëzakonshme, të cilat duhet të jemi të informuar në kohë reale. Miru të qofshim deri atëherë.